Gara për Kërpuz në Art 2026 prodhoron surprizat e mëdha këtë sezon, ku pjesë e garës është dhe Vedat Muriqi. Për herë të parë në histori, një futbollist shqiptar është pjesë e pesës më të mirë të renditjes për golshënuesin më të mirë të Europës. Sulmuesi i Majorkës renditet me semrave të mëdhenj të futbollit botror, duke lënë pas 10 hyje të njohur. Muriqi ndodhet aktualisht në vendin e 5, pas Harry Kane, Kylian Mbappé, Erling Haaland dhe Igor Thiago, me 30 pikë të grumbulluar. Pirati i Majorkës përporeton sezonin më të mirë të karrierës së tij, duke shndruar në një makineri golash dhe lider absolut. Forma e jashtëzakonshme e sulmuesit nga Kosova ka qenë vendimtare edhe për ecurinë e Majorkës në La Liga. Golat dhe asistet e tij kanë sjellë fitore të rëndësishme, duke mbajtur skuadrën në luftë drejt për drejt me rival shumë të mëdhenj. Lista aktuale sipas pive kryesohet nga Harry Kane dhe Kylian Mbappé me nga 44 pikë, të ndjekur nga Erling Haaland me 40, Igor Thiago me 32 dhe Vedat Muriqi me 30 pikë. Një renditje që flet qartë për peshën e arritjes së sulmuesit shqiptar. Muriqi po dëshmon se me punë, këngulje dhe stik goli mund të arrihet kudo. Është një futbollist që dikur ka qenë pjesë e kampionatit shqiptar dhe mund të lërë gjurmë edhe në kampionate kryesore prestigjioze.